Unë kam thënë dhe te ju që dhe kjo është ajo që unë mendoj, parasisht një linjë zyrtare që Departamenti i Shtetit ka ndjekur me ambasada dhe ambasador, pra që ju nuk do ai po themi ajo këshilla ose ajo urdhëresa ose ajo linja që do përdori Departamenti i Shtetit që ju nuk do të ndryheni në punë të brendshme. Unë jam i bindur që ambasadori i ri Erik Vend vjen në mision të veçantë në Shqipëri për gjithë situatën që ndodhet në Shqipëri. Nuk ka asnjë aspekt politik në Shqipëri që të mos lidhet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë 104 vjeçare të marrëdhënieve të Shtetit Bashkuara të Amerikës me Shqipërinë që ato të jenë prezente në Tiranë dhe mos impenjohen me zhvillimet politike. Ku do përqendrohet ky mision? Por misioni i Erik ka vetëm që është zgjidhja e krizës politike. Unë këtu i më shoj kësaj. Se si kjo formula, se si vetë sigurisht që këto janë hapur vetëm ne duhet të bëjmë orakullin. Po indu që ambasadori vetëm, generali i ushtrisë amerikane, ka diskutim që do i nuk mund të ndodhë që shtetet jenë indiferent në një vend ku ata kanë investuar shumë, ku marrëdhëniet mes dy shteteve janë më speciale, jo se hyje e botës, por e ti në Shqipëria, e ti në Shqipëria dhe ti da jonë geografike dhe pesha specifike që ne kemi në perëndimor, pse jo në gjithë Ballkan. Dhe këto janë ana që e favorizojnë në farë mënyrë Shqipërinë që Shtetet Bashkuara të Amerikës të tërheqin vëmendjen nga një indiferencë shkuar në vitet e fundit. Dhe unë jam i bindur që kjo do të ndodhë. Po, flasim pak tani për reformën territoriale. Partia Socialiste ka hedhur për diskutim dhe kërkon reduktimin e numrit të bashkive nga 61 në 46, ndërsa Partia Demokratike ka dalë me variantin e saj që është shtimi i numrit të bashkive deri në 100. Për te hartës dhe numrave, po shndrohet reforma në një betejë për avantazh elektoral, është ky qëllimi i reduktimit të numrit të bashkive nga ana e Partisë Socialiste, sikurse pretendon Partia Demokratike, Roland? Po, pyetja jote e ka përgjigjen brenda puna. Do të thënë, ne pritshmëria e publikut ishte që reforma territoriale të ketë një rezultant të saj, cila është që të eliminohen dy shtylla që deri tani e kanë dëmtuar pushtetin lokal. Një, largimin e masë i popullsisë dhe dy, shërbimi dhe ajo që quhet fuqia e pushtetit lokal. Ne këto dyja deri tani kanë ardhur duke u zvogluar. 1 milion shqiptar të larguar është një shifër që të tmerron dhe ku bësh i përgjegjshëm që kanë ikur 1 milion shqiptar. Tani, unë nuk e di që ai që harton, ai që ideon, ai që projekton, ka si synim që 1 milion shqiptar të ndërpritet largimi. Të ndërpritet largimi i atyre zonë, në ato zona, në ato krajina, në ato qytete, në ato bashki. Dhe dyta të fuqizohet pushteti lokal. Të dy variantet mua më duken sikur janë variante që do përplasin dy desh me brirë, të përplasin kokë me kokë. Nuk më duket asnjëri ideal dhe as tjetri ideal, të paktën në letër, që ta ndihmojnë pushtetin lokal. Se kjo të kurrje e bashkive, nga 61 në 46 ta bashki, 46, çfarë sjell? Çfarë sjell nëse shkrihet bashkia e fjala vjen e Poliçanit? Çfarë sjell? Unë e bindur që ata janë atje do ikë. Kjo është ajo që ne kuptojmë. A ka ndonjëri që thotë që kur nëse shkrihet bashkia e Poliçanit, kjo krajin, kjo zonë, ato fshatra aty do jenë më mirë dhe njerëzit do rrinë aty dhe do shtohen, do vinë edhe ata që kanë ikur? Unë nuk besoj që ka ndonjëri që kupton kështu. Unë jam i bindur që të gjithë ata që kuptojnë këtë projekt thonë që edhe ata banorë që kanë mbetur në Poliçan
veçantë dhe fshatra përreth, do i apo dhe në bashkinë e Urës Vajgërore, apo kujt unë që janë ato 12 bashkit të shkruajt të vëna tani me të rrethuara me las të kush. Kështu që në këtë kohë shikoj këtë si një zgjidhje. Nëse do kishte një projekt e shkrirë dhe i shkrirë me synimin që ne e bëjmë kështu, se një, do kthehen njerëzit, dy, do ndalohet njeritja, e dyta do kthehen njerëzit, e treta do kemi shërbim më të mirë, dhe e katërta pushteti lokal do fuqizohet, pra do ketë më shumë autonomi, atë okay, a ka dikush nga ata që kanë hartuar të projekt ligj, që ta ishte një ligj. Nuk është thjesht një reformë, fjala reformë vendosim si ta duam, pa ishte një ligj, do miratohet në parlament. A ka dikush që e thot këto që ne për X bashki synojmë 1, 2, 3, 4? Jo, asnjë. Po thjesht kështu është më mirë dhe kaq. Unë nuk e kuptoj këtë. Por dhe nga tjetër edhe kjo e që bën Partia Demokratike. Me 100, për çfarë duhet një bashki se ne asunas kush jep një mendim modest, kanë në banë, kena vjen pak kuqan, pak kuqani duhet bashkëni. Përse, për çfarë arsye? Sigurisht aty ka një problem thelbësor, kur është bërë në 2014, që kanë territoriale, vota, po, është atë. Po duke gjithaj që pas kuqanit bëhet bashkim vete. Tani, ta rrethojmë krye bashkinë e Shqipërisë, Tiranë, me disa bashki të tjera, jo, asë kjo nuk është logjike, mendoj unë. E qartë, pra që të... Po, se kështë një ka, për ndërpritet ndonjëherë edhe audio, Roland, pra, ajo se çfarë ka sjellë ndër të tjera ky propozimi socialistëve është revolta brenda vetë socialistëve, këtu e kanë fjalën te disa nga kryetarët e bashkive që preken nga kjo reformë, që do të shkrihen, jo vetëm kaq, por ka patur dhe protesta të qytetarët, deri vonë vijojnë protestat në mos gaboj në Divjak. Dhe zoti Rama që në momentin që u shpall ky propozim që u bë publik, ka thënë se do të ketë një konsultim prej gati 60 ditësh. Tani konsultimi vijon, bëhet si bëhet. Ne kemi dhënë në lajme ato informacione që vijnë nga ato bashki, aq lajme sa ka, pra nuk di si po zhvillohet ky konsultim. Megjithatë, është thjesht formal